Skënderbeu Vion tregoi forcë dhe karakter në kampionatin voleybollit për femra. Vajzat korçare arritën një fitore të pastër 3-0 në shtëpi ndaj Partizanit, duke dhënë sinjale të qarta se janë një skuadër që nuk duhen nënvlerësuar. Ndeshja u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë, ku publiku vendas u bë lojtari i shtatë për skuadrën e trajnerit, që e nisi fort që në pikët e para. Seti i parë përfundoi 25-16, i dyti 25-17, ndërsa i treti u kthye në një duel të vërtet për çdo pikë, me korçarët që mbyllën 26-24 fal përqendrimit dhe përvojës në momentet vendimtare. Kjo është fitoria e dytë sezonale për Skënderbeun pas asaj ndaj Vllaznis, ndërsa dy humbjet ndaj Pogradecit dhe Tiranës kanë shërbyer si ndeshje reflektimi për të korrigjuar gabimet. Pas javës së katërt, korçarët pozicionohen në vendin e katërt të renditjes, një vend që flet për potencial, por edhe për rrugën që ende duhet bërë për të arritur nivelin e skuadrave kryesuese si Dinamo, Tirana dhe Pogradeci, që kanë struktura më të plota dhe përvojë më të madhe në përballjet e forta të këtij kampionati. Megjithatë, ritmi i Skënderbeut dhe entuziazmi i grupit tregojnë se ky sezon mund të jetë i veçantë për voleybollin korçar, që kërkon të rikthehet aty ku i takon mes më të mirave të vendit.